10 vjet më parë gruaja ime më la mua dhe 5 fëmijët tanë, duke më detyruar të bëhesha baba i vetëm. Pa pasur zgjedhje tjetër vetë se të vazhdoja, mësova të përballoja gjithçka dhe vit pas viti lidhja jonë me fëmijët u bë më e fortë. Por asgjë nuk mund të më përgatiste për reagimin e saj, kur 10 vjet më vonë ajo zbuloi çfarë kisha bërë. Çdo mëngjes dëgjohesha në orën 5 të mëngjesit duke shijuar një heshtje të rrallë përpara shqetësimeve të ditës. Dhe ndërsa petullat skuqeshin, mendoja për jetën që kishim ndërtuar. Të rrisje 5 fëmijë nuk ishte e lehtë vetëm, por çdo buzëqeshje e tyre e bënte mëngjesin të vlefshëm. Të qeshurat e tyre mbusheshin heshtjen që ajo kishte lënë pas. "Babi, nuk mund të gjej detyrën tënde", thiri më i vogli, duke më kthyer në të tashmen. Ja dhash kutinë e drekës që kishte harruar dhe pasi i mblodha fëmijët u ngutëm drejt derës. Në punë zhurma e makinave më sillte një qetësi të çuditshme që më lejonte të shpëtoja nga punët e shtëpisë. Kolegët e mi shpesh habiteshin se si përballesha me të gjithë këto 5 fëmijë dhe ai është ende këtu, tha njëri prej tyre me një buzëqeshje duke tundur kokën. Ata nuk kishin asnjë ide për punët e shtëpisë, darkat dhe rutinën e përditshme para gjumit. Por ja vlente për fëmijët e mi. Një mbrëmje, teksa po rëndisja postën e ditës, u ngriva kur pash një dorëshkrim të njohur në zarf. Më pushtuan kujtimet e vjetra. Çfarë donte ajo tani, pas gjithë kësaj kohe? Shumë shpejt pas kësaj, Jimmy, mbikëqyrësi im, më thiri në zyrën e tij. "Gary, kemi vënë re punën tënde të përkushtuar", filloi ai. "Dëshirojmë të ofrojmë një promovim." Ishte një mundësi e jashtëzakonshme që premtonte një të ardhme më të mirë, por çmimi për këtë ishte kohë e kaluar larg fëmijëve të mi, jetës të cilën kisha dhënë gjithçka për ta ruajtur. I ndar mes sigurisë financiare dhe familjes time të çmuar, në kohë e dija se kjo zgjedhje do të ndryshonte gjithçka. Atë mbrëmje u ula me djalin tim më të madh, i cili ishte bërë prindi i dytë që nga largimi i nënës së tyre. Sytë e tij u zgjeruan nga surpriza kur i tregova për promovimin. Kjo nënkuptonte më shumë para, por edhe më shumë kohë në punë. Ai bëri një buzëqeshje krenare. "Ne do t'ja dalim, babi", u përgjigj djali dhe rëndësia e fjalëve të tij mbante peshën për te moshës së tij. Në këtë shkëmbim, shikimesh midis së nesh shkëlqeu mirënjohja dhe mirëkuptimi. "Faleminderit për gjithçka", i thash duke a kthyer shikimin. Ai pohoi me kokë dhe ky gjest i thjesht i tha të gjitha. Më vonë, po atë mbrëmje, kurioziteti më mundi dhe hapa letrën. Duart më dridheshin teksa lexoja fjalët e saja. Ajo donte të rikthente marrëdhënien duke pohuar se kishte ndryshuar. Kërkonte t'i jepej sërish një shans për të bërë pjesë e familjes son. Zemrimi dhe kujtimet e vjetra shpërthyen rreth largimit të saj, jetës son të dikushme dhe dhimbjes që kishte lënë pas. Duke e lënë më njan letrën, mendova. E dija që nuk mund të përgjigjesha menjëherë. Ishte një çështje shumë serioze për të marrë vendim të nxitur. E dija se çfarë mund të thosha fëmijëve për dëshirën e papëritur të nënës së tyre për të rikthyer marrëdhënien, ndërkohë më duhej kohë. U përmbajta gjatë darkës, duke lejuar ata të shijonin të qeshurat dhe zhurmat e zakonshme. Qetësia e tyre binte në kontrast të fortë me ankthin tim. "Babi, je pak i heshtur sot", më vërejti Gjuni, duke më kthyer në të tashmen. U detyrova të buzëqeshet duke shpresuar se edhe pak mund ta shtyja të pashmangshmen. Në ditët në vijim ndodhen disa ndryshime të vogla në jetën time. Më i madhi dukej më i largët, i zhytur në mendimet e tij, ndërsa më të vegjëlit filluan të pyesnin për nënën e tyre. "Si mendon? Mami na mungon?" pyeti fëmia imi i mesëm një mbrëmje duke më zënë në befasi. Nga pyetjet e tyre u bë qartë se koha për diskutim rreth letrës po afrohej me shpejtësi. Më në fund të gjatë darkës familjare në fundjavë mblodha të gjithë përreth meje. Ndërsa e lexoja letrën me zë të lartë, vëzhgoja si fytyrat e tyre nga hutimi kalonin në mosbesim. Reagimi i tyre ishte i përzier, kurreshtje, zemrim dhe qetësi. Më të mëdhejt shtrënguan grushtet. "Pse pikërisht tani, pas kaq shumë vitesh?" pyetën, duke u përpjekur ta mbajnë zemrimin. Më të vegjëlit ishin më kurreshtar. Pastaj i sigurova ata se pa pjesëmarrjen e tyre asgjë nuk do të ndodhte. Dukej sikur kjo zbuti tensionin, megjithse pasiguria mbeti. Së shpejti me kërkesat që sillte pozicioni im i ri, balanca u bë më e vështirë.
Mëngjesit filluan më herët, netët zgjatnin më shumë dhe vazhdimisht po përpiqesha të balancoja përgjegjësitë, duke vënë re që isha shpërqendruar. Jimmy, shefi im, më thyri për një bisedë kok më kok. A është gjithçka në rregull? Pyeti me shqetësim të sinqertë. Më në fund, psherëtiva duke pranuar se gjërat ishin të vështira në shtëpi. Fola për situatën në familjen time dhe çfarë pasojesh emocionale kishte sjellë kjo. Jimmy dëgjoi dhe pohoi me kokë. Duket jashtëzakonisht e vështirë, tha ai me mirëkuptim. Nëse ke nevojë për ndihmë, mjafton të më tregosh. Fjalët e tij më hoqën një bar nga shpatullat, për të cilën as nuk e kisha kuptuar dhe sërish të ndjeva se mund të përballoja gjithçka. I frymëzuar nga këshilla e Jimmit, vendosa të konsultohesha me një avokat për të kuptuar cilat ishin mundësitë e mia lidhur me rikthimin e gruas sime. Doja të isha gati që mirëqenia e familjes sime të mbetej e sigurt. Takimi me avokatin solli qartësi në çështjen e kujdestarisë, duke më dhënë ndjesinë e kontrollit në këtë situatë. Ndërkohë fëmijët e mi filluan të hulumtonin jetën e nënës së tyre gjatë dekadës së fundit. Të armatosur me internetin, ata zbuluan detaje befasuese. Babi, gjetëm diçka për mamin, më tregoi djali më i madh duke më shfaqur çfarë kishin gjetur. Kjo vizatonte një tablo komplekse të përpjekjeve dhe ndryshimeve të saj në jetë. Të shiha si fëmijët e mi mbanin mbi supe një barë emocionale, më lëndonte zemrën. Ata u rritën shumë shpejt, duke marrë mbi vete një peshë që nuk duhet ta kishin mbartur. Për shkak të problemeve që kisha me punën, shtëpinë dhe çështjet ligjore, stresi im u shtua. Çdo ditë ishte si një maraton në të cilën ishte pothuajse e pamundur të merrje frymë. Kjo ishte një balancë delikat dhe çdo hap i gabuar më dukej si rrëzim i mundshëm. Dhe pastaj një mbrëmje djali im më i madh më tregoi informacione të reja që kishte gjetur për nënën e tij në internet. Babi, duhet të shohësh këtë, tha ai, duke treguar postimet dhe artikuj në rrjetet sociale. Jeta e saj ishte ndryshe nga ç'mendoja. Lufta dhe paqëndrueshmëria e saj ishin të dukshme dhe mundësia që ajo të kishte qëllime të fshehta dukej më e vërtetë. Dëgjoj babi, ajo ka pasur vështirësi, tha djali im më i madh. Provat hidhnin hije dyshimi mbi qëllimet e saja, por duke mos qenë i sigurt nuk guxoja të nxirja përfundime të nxituara. Për të qartësuar mendjen e të gjithëve, familja jon shkoi për një pushim të shkurtër relaksues në një shtëpi pranë liçenit, duke shpresuar se ndërrimi i ambientit do të na ndihmonte të çlodheshim. Pushimi bëri mrekulli, të qeshurat u rikthyen dhe ne rifituam ndjenjen e normalitetit. Kjo ishte pikërisht ajo që na duhej, thash teksa pushonim rreth zjarrit, duke ndarë tregime dhe duke u relaksuar. Duke u kthyer në shtëpi fillova të studioj jetën e gruas sime. U lidha me miq të përbashkët për të mbledhur fragmente të historisë së saj. Disa miq ndanë detaje, duke na treguar një pamje të paqëndrueshmërisë dhe përpjekjeve të saja. Çdo fragment formonte një mozaik, duke forcuar nevojën time për qartësi lidhur me qëllimet e saja. Sapo u rikthyem në jetën tonë normale, mora një telefonat nga një numër i panjohur. E hapa telefonin dhe një zë i njohur tha: "Gary, jam unë." Më rau zemra fort, ajo donte të diskutonte mundësinë për të vizituar fëmijët. Biseda jone e tensionuar ishte e mbushur me dëshpërim nga ana e saj, por unë qëndrova në pozicionin tim. Pas gjithë kësaj kohe, pse tani? E pyeta. Përgjigjet e saj ishin të paqarta, por këmbëngulja e saj ishte e dukshme. Pavarësisht dyshimeve të mia, pranova takimin, duke vendosur kushte të rrepta. Do të takoheshim në një vend publik dhe nëse fëmijët nuk dëshironin ta shihnin, gjithçka do të përfundonte aty. Ajo pranoi me hezitim, duke ndjerë vendosshmërinë time. Në ditën e takimit fëmijët dhe unë ndam shqetësime të pashprehura. Prisnim në park. Ish gruaja ime arriti, qartësi emocionuar nga pamja e fëmijëve të saj tashmë të rritur. Fëmijët qëndruan me kujdes me një shprehje skepticizmi dhe hutimi. Ajo përpoqte shpjegonte, por fjalët e saj tingëllonin të paqarta. Më në fund, më i madhi dhe u heshtjan duke pyetur: "Çfarë pret prej nesh tani?" Pyetja mbeti pezull në ajër, pa një përgjigje. "Si jeni të gjithë?" pyeti ajo me hezitim. Fëmijët shkëmbyen shikime pa ditur çfarë të thoshin. "Ne po ja dalim," u përgjigja unë, duke u përqendruar në mirëqenien e fëmijëve, në vend që në ndjenjat e mia. Më vonë fëmijët tanë me mua ndan hutimin dhe ankthin për kthimin e papritur të nënës. "Pse pikërisht tani, babi? Pse u kthye ajo?" pyeti me e vogla, sytë e saj të mjegulluar nga pasiguria. Psherëtiva
duke përqafuar fort. Nuk i kam të gjitha përgjigjet, por do t'i zbulojmë bashk, e sigurova duke ndjerë peshen e ndjenjave të përzjera. Në kërkim të qartësisë, vendosa të punsoja një detektiv privat që të kuptonte situatën e saj të tanishme. Duhet të dim më shumë përpara se të marrim ndonjë vendim, i thash djalit tim më të madh i cili pohoi me kokë. Hetuesi një profesionist me përvojë premtoi të kryente një hetim të hollësishëm. Ja dorëzova atij një fotografi të vjetër dhe detaje përkatëse, duke lutur me ngulm që të zbulonte gjithçka që mundej. Ditët u kthyen në një pritje të ankthshme, të mbushur me tension dhe net pa gjumë. Sa herë binte telefoni, zemra ime ngrihej. Fëmijët ndjenin ankthin tim duke forcuar të tyren. Pas disa javësh, mesazhet nga hetuesi filluan të formonin një pamje shqetësuese. Fal bisedave me të njohur dhe publikimeve në rrjetet sociale, hetuesi gjeti shenja të problemeve financiare dhe ligjore. Ai raportoi se ajo ishte në borxhe dhe madje përballej me padi ligjore. U ula në heshtje, duke përtypur informacionin. Ishte një lehtësim dhe njëkohësisht një konfirmim i trishtuar i frikësime. Qëllimi i saj nuk ishte ribashkimi, por më tepër aratisja nga problemet e saja. E dija, pëshpërita, duke ndjerë rëndësinë në krahëror. Në zemë shpresoja që të kishte një arsye të mirë, por faktet tregonin të kundërtën. Mblodha fëmijët e mi dhe u ndava me ta të gjeturat. Shprehjet në fytyrat e tyre ndryshuan, kur e kuptuan të vërtetën dhe secili prej tyre kuptoi motivet e saj reale. Ne vendosëm të ecnim përpara, por duke ndjerë unitet në vendimin tonë. Do t'ja dalim si gjithmonë, thash me vendosshmëri. Fëmijët pohuan me kokë, secili prej tyre pranoi realitetin e situatës. Vendimi ynë i përbashkët për të mbrojtur familjen forcoi vendosshmërinë tonë dhe bëm një marrëveshje për të mbështetur njëri tjetrin në gjithçka që do të ndodhte më tej. Për të siguruar mbrojtjen tonë, u konsultova sërish me një avokat dhe mora masa ligjore për të siguruar sigurinë tonë financiare dhe emocionale. Për herë të parë pas disa javësh, ndjeva se në jetën tonë po kthej kontrolli. Më vonë mblodha fëmijët e mi në tryezën e darkës për t'u treguar diçka me rëndësi të madhe. Shpalosa dokumentet mbi të cilat kisha punuar në heshtje për shumë vite. Dua t'ju tregoj diçka të rëndësishme, fillova. Syt e tyre u zgjeruan kur nxora dokumentet që dëshmonin dashurinë dhe përkushtimin tim ndaj tyre gjatë dekadës së fundit. Kam kursyer dhe kam investuar për t'ju siguruar të gjithëve një të ardhme të ndritur. Shpjegova duke folur për sakrificat që më ishin dashur të bëja. Qëllimi im ishte t'ju ndihmoja të hyni në universitet dhe të keni një jetë të qëndrueshme, thash me zërin tim plot me emocion. Ata gjithmonë e kishin ditur që i doja, por për masa e planeve të mia i la pa fjalë. Kur u përqafuam, ndjeva një val lehtësimi të më pushtonte. Të gjitha ato vite pune të vështira dhe net pa gjumë kishin dhënë frytet e tyre. Filluam të përqendrohemi në qëllimet dhe ëndrat tona, të cilat nuk ishin më të errësuara nga kthimi në nënës së tyre. Babi, dua të bashkohem me ekipin e futbollit, më tha një mbrëmje fëmia im i mesëm. Shko dhe provoje, e inkurajova duke shijuar entuziazmin e tyre të ripërtrir. Ata investuan energjinë e tyre në mësime, hobi dhe aspirata për të ardhmen. Isha krenar të shija fëmijët e mi të shndroheshin në individ të fortë e të pavarur. Secili prej tyre tregoi qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, duke i drejtuar energjinë e vet drejt qëllimeve pozitive. Më i madhi arriti suksese në mësime, ndërsa më të vegjël gjetën gëzime në sport dhe art. Rritja e tyre u bë për mua shpërblimi më i madh, dëshmi e forcës dhe unitetit të familjes sonë. E kaluara për ne ishte thjesht një kapitull, por historia jonë ishte shumë larg përfundimit. Të dashur shikues, po ju si do të kishit vepruar në vendin tim? Do t'ja kishit lejuar ish gruas suaj të kthehej? Ju lutemi na tregoni në komentet më poshtë. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë vendosni një pëlqim dhe abonoheni në kanalin tonë. Ju faleminderit.